se ja ku jemi prapë bashkë, është e hënë, fundjavën lamë pas neshur, e keni pasur një fundjavë të këndshme, një fundjavë të shlobër thënë kështu, dhe jeni duke u shoqëruar me programin e mëngjesit të Share në kuadër të televizionit 21. Si dhe thash, tani ka radhën edhe shtypi editor dhe gazeta për sot. Gazeta Koha, titull kryesor ka I tharët Osmanit shkarkojnë Mehmetin. Po ashtu ndërthiroj tjerë është edhe rreziku që Hilea të vazhdoj, Shkupi ja vjedh Prishtinës udhëtarët. Shohim se çfarë thuhet në brendit të gazetës mbi këto lajme, po edhe shumë të tjera të cilat vijojnë në gazetë. Sa I përket I tharëve të Osmanit, ku thuhet se shkarkojnë Mehmetin, thuhet se antarët e kryesisë së kuvendit të RDK-s të afërt me Rufi Osmanin të dielën pasdite në mbledhjen e mbajtur në Tetov e kanë shkarkuar Vesel Mehmetin nga posti I kryetarit. Ky I fundit vendimin e ka quajtur vendim jo legjitim. Rreziku që Hilea të vazhdoj është lajm apo material I cili na njofton me atë se ekziston rreziku që votuesit fiktiv të mbeten në vendbanimet etnikisht të përzjera, ndërsa të hiqen te qytetet ku dominon vetëm popullata maqedonase. Eksperti juridik Bekim Kadriu thotë se personat adekuat që duhet të ngritin problemin me votuesit fiktiv janë antarët shqiptar në KSZ dhe dy partit politike BDI dhe PDSH. Shem se çfarë ka në gazetën në faqen 4 të gazetës. Faqe 4 thuhet Maqedonia gaboi me arrestimin, ambasada me avokat reagon familja Dugollit. Autoritetet maqedonase kanë bërë gabim të madh sepse vëllai im është shtetasi I Kosovës e jo I Serbisë. Dhe nuk ka bërë krime lufte në Serbi siç thuhet në fletarestimin, thotë Bujar Dugolli, vëllau I të arrestuarit nga policia e Maqedonisë Gafur Dugolli. Prokuroria publike sot do të vendos nëse do të kërkojë të lejohet ekstradimi I tij në Serbi. Ndërsa mbi lajmin që Shkupi ja vjedh udhëtarët Prishtinës, thuhet se derisa Kosova vazhdon të presë një përgjigje nga Komisioni Evropian rreth kërkesës për të hetuar ligjshmërinë e subvencioneve për kompanitë ajrore nga ana e Maqedonisë, aeroporti I Prishtinës ende po bën përpjekje të tejkalojë dëmin e pësuar nga shteti fqin. Në faqe 6 thuhet për 50 karikës mund të shfrytëzohen klasët. 3 klasat e reja që u ndërtuan në shkollën e Slivnikut nuk janë lëshuar ende në përdorim pasi mungon inventari kësaj shkolle. I njëjti nuk është siguruar as nga Komuna e Velesit dhe as nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Juglindja rrezikohet nga përmbytjet, një lajm tjetër thotë, dhe Maqedonia përfshihet nga shira të rrëmbyeshëm. Makineri të rënda po punojnë në rajonin e Koçanit për të pastruar disa kanale ujore, të cilat rrezikojnë përmbytjen e fshatrave Çiflik, Qeshinov dhe Obleshev. Gjithashtu janë marrë masa për të ngritur mure mbrojtëse përreth lumit Bregallnic në Qeshinov, për të mbrojtur shtëpitë që ndodhen aty afër që të mos ndodh përmbytja e vitit të kaluar. Ndërsa në faqen 7, titulli thot huazimet në fazën kritike. Me marrjen e borxhit të ri prej 76 milion eurove, javë më parë, shteti po futet në borxhe më tepër se sa parashihet në strategjinë e borxhit për vitin 2016. Rritja s'duhet bazuar vetëm në ndërtimtari, na njofton kështu me vendin ku duhet të orientohet në prodhime afatgjata. Rritja ekonomike e Maqedonisë nuk mund të bazohet në ndërtimtari dhe sektorin e shërbimeve. Por potencialin më të madh për rritje më të shpejtë ekonomike ka bujqësia e cila me cilësi dhe sasi, thonë ekonomistët, fokus duhet të kenë edhe për punimin e prodhimeve bujqësore me vlerë të shtuar. Në faqen 8, lumenjt nën kontroll. Pologu nuk është rrezik. Përsëri lajm për sa I përket përmbytjeve përmbytjeve, po të rreshurave të shiut, të cilat kanë vijuar ditë me radhë, dhe thuhet se vitin e kaluar kishte probleme në rajonin e komunës së Brvenicës me rrjedhën e lumit të fshatit Radovc. Kryetari I komunës së Brvenicës ka thënë se është pastruar një pjesë e lumit në këtë fshat dhe nuk pret që të ketë rrezik për vërshime. Përkujtohet një vjetori I rivarimit të Rushdi Veliut. Transparencë dhe kujdes në mjedisin jetësor.
Dibranët protestojnë kundër ndërtimit të Hec Skavicës. Në protestat në Peshkopi, por edhe në Meçallar, morën pjesë dibra nga të dy anët e kufinit. Nga dibra e madhe, mes protestuesve ishin edhe kryetari i Këshillit Komunal Bashkim mashkulli. Paraprakisht pati edhe tubim protestues në qendër të Maçellarës për të kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Drim. Bëhet fjalë për ndërtimin e hidrocentralit në Katundin e Ri dhe atë të Skavicës. Shënohet 30 vjetori i përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe. Vazhdon nga të gjitha trevat shqiptare takimet poetike të Karadakut 2016. Juria letrare e përbër nga Avni Dahari, Hysen Kçiko dhe Fatos Rushiti vendosi që të shpërblej poetët Festim Tomori, Sunaj Rahimi dhe Arbër Saliu. Po ashtu, në faqe 10, thuhet një mision ndërmjetësues i Shqipërisë në Kosovë. Komandant euro, komandant dollari është një shkrim i cili vjen nga Valbona Mehmeti. 3 gratë që po ja bëjnë jetën të vështirë Putinit. Mbi këtë lajm thuhet të përndjekura nga regjimi i Putinit, 3 femra vendosën ta braktisën Rusinë. E përbashkëta e tyre është se ato janë vajza politikanësh të njohur të kohës kur Bashkimi Sovjetik erdhi fundi dhe po hidheshin themelet e Rusisë Demokratike. Lufta nga larga dheut ka ngelur forma e vetme për të kundërshtuar politikat e Putinit. Në faqe 13 na sjell atë se si mësoi të vishet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përgjatë fushatës së tij elektorale, presidenti aktual amerikan Barack Obama, atëherë një senator, u bë i famshëm për mungesën e shijeve në motë. Por me menaxhimin e duhur të sfidës, kjo nuk u bë më as pak pengesë për të fituar postin e njeriu të më të fuqishëm në botë. Në faqe 16, dyqanet e dorës së dytë çmendin yjet e Hollywoodit. Dëshira për të blerë veshje të vjetra firmash për të krijuar një stil sa më unik i ka bërë për vete yjet amerikane të kinemas. Ata tani bëjnë pazar në dyqanet e rrobave të përdorura dhe i reklamojnë blerjet e tyre në daljet publike. Në faqe 17 thuhet 2 gratë shkodrane voshtrojnë Jozefin, fotografitë e para të sjellura nga Shqipëria. Në fund të shekullit të 19 dhe në 10 vjeçarin e parë të shekullit të 20, ishte dukuri e zakonshme për udhëtarët, shkencëtarët dhe albanologët në Shqipëri të merrnin në një aparat fotografik me vete për të fotografuar apo edhe për të regjistruar vendin ku ndodhen që t'ju mbetet një kujtim. Fanstilian Noli, ky personalitet shumë planësh. Noli vdiq në Florida të SBA-s në 13 mars të vitit 1965 në moshën 83 vjeçare. Ai ishte i lidhur gjatë gjithë jetës me popullin e tij, të cilin i njohu vuajtjet, e thiri luftë dhe i admiroi fitoret. Sa i përket teknologjisë, shkolla e re high-tech që mëson refugjatët si të kodojnë. Anë dhe një grup miq berlinez menduan që të krijojnë një shkollë teknologjike për refugjatët që do t'i lidhë ata me kompjuter dhe të ofrohet mësimdhënie nga persona të cilët janë të përfshirë në botën e teknologjisë. Kështu ata do të mund të ndihmojnë refugjatët që të gjejnë punë në vazhdim gjatë qëndrimit të tyre në ato vende. Nga sporti fitojnë Shkëndija dhe Shkupi barazon Renova. Beqiri mbron titullin botëror. Januza i drejt largimit nga United. Gashin poshtë Gerardin dhe De Jongun. Në faqen e fundit, Gjenis Gjyshja, kampione e bodybuilding, 73 vjeçarja, është një nënë dhe gjyshe speciale, pasi pasioni i saj është bodybuilding. Këtë sport ajo e ka nisur ta ndjek që kur ishte 55 vjeçe. Një motiv besoj i duhur për të gjithë ata të cilët kanë mërzi të shkojnë ndoshta në fitness apo të bëjnë ushtrime, është një grua në moshë e cila që nga mosha 55 vjeçare ka filluar dhe tani në 73 vjet ajo duket si një vajzë e re. Ishin këto disa nga titujt kryesor të cilët vendosëm t'i lexojmë dhe t'u shfaqim ju son miq të dashur. Tani ne t'ju lejmë në shoqërimin e një pike muzikore dhe kthehemi në studio vetëm pas pak.
Dhe jemi bashkë në studio sërish, me ne sot është një dizajnere vërtet e zoja, me ne është Gjeneta Bilalli, me të cilën do të diskutojmë mbi ekspozitën e fundit, e cila u mbajt në Galerinë e Arteve në Tetov, e që është ekspozita e perëndeshave të mirësisë. Nëse gaboj, më përmirëson Gjeneta tash, a ishte ashtu Gjeneta? Ashtu është, përshëndetje. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhët. Mirë se ju tjeta. Do doja të diskutonim në fakt pikërisht mbi ekspozitën, po njëherë të fillojmë atë se si erdhi deri te ajo që ti të merresh me dizajn, na tregosh pak për vete, ti zbulojmë publikut ton atë se si ishin dhe hapat e tua të parë në këtë fushë. Gjithmonë e kam dashur dizajnin, që e vogël e kam dashur dhe asnjëherë nuk kam dyshuar se për të vijë koha e studimeve, nuk kam dyshuar se do zgjedh ndonjë drejtim tjetër përpos dizajnit. Të merresh me dizajn, fillimisht duhet të kesh talentin, si pikpamje të parë, dhe pastaj, derisa erdhi dita edhe u fokusova të studioj këtë drejtim, në Shkup, ku kam mbaruar edhe studimet për dizajn. Kur ke qenë më vogël, me siguri ke bërë eksperimente ndryshme, vetë me teshat e tua i ke marrë, i ke rregullu, i ke ngushtuar. Patjetër që po, pasi edhe familjarisht kemi atë frymën e artit në shtëpi, ku gjithmonë e them dhe e them edhe këtu, inspirimi më i madh është mami, pasi është një roba qepse e shkëlqyer dhe prej në fëmijëri jam mësuar të rritem në atë frymë në atë. Ke qenë do të rrethuar me atë frymë. Sa kishe përkrahje nga të afërmit në këtë profesion, sepse nuk di sa sjell të ardhura në vendin ton dizajni si profesion, mirë po tash je ti këtu na tregon rreth kësaj se sa ke pasur të ardhura, por edhe përkrahje nga të afërmit. Kam pasur përkrahje fillimisht të familjes, si në anë morale ashtu edhe në anë financiare. Patjetër që më është dashur të kem një rreth të mirë të njerëzve të cilët kanë besuar në talentin tim, në punën time, që më kanë shtyrë edhe të vazhdoj më tej. Është paksa problem këtu te ne për shkak se nuk është shumë e zhvilluar ky drejtim. Mirë po shoh se gradualisht ka filluar edhe të zhvillohet kohëve të fundit. Po dhe unë vërej që ka mjaft vajza të reja dhe që zgjedhin pikërisht dizajnin për të qenë profesioni i tyre. Këtu do ndërlidhem se unë jam gjenerata e dytë në universitet që kam studiuar dizajnin dhe para disa jave isha në universitet dhe pash se kam filluar të rrit shumë të hynë në këtë drejtim, pash shumë të rrit shqiptar, maqedon të cilët kam vendosur për të studiuar dizajnin. Po, vese ka filluar ai trendi botror të vijë edhe tek ne, ku në çdo mbrëmje, në çdo shfaqje publike, qofte personave të cilët janë publik, por edhe ata të cilët janë të thjeshtë në ndonjë profesion tjetër, përzgjedhin një dizajnere apo dizajnator, themi kështu, për të qepur fustanin, për ta dizajnuar fustanin e vet. Do doja të di se sa je kënaqur ti nga ky profesion, nga ajo që të sjell profesioni i dizajnit ty. Jam shumë e kënaqur, edhe pse unë jam një fillestare do ta quaja, me qenë se ende nuk kam një atelier timin, mirë po aq sa kam arritur deri sot jam e kënaqur dhe shpresoj që në të ardhmen të kem një atelier dhe të punën time, profesionin tim ta zhvilloj edhe më shumë, për të pasur një atelier kur çdo kush mund të vijë dhe të fokusohet te unë dhe të kërkojë një punë nga duart e mia. Për momentin, ku e ushtron profesionin e dizajnit? Në shtëpi apo në ndonjë? Në shtëpi, me qenë se sapo kam mbaruar studimet dhe ende më duhet edhe pak kohë për të fokusuar edhe më tej në këtë profesion. Sa ke pasur frikë ndoshta nga dizajni i parë që ke bërë nga duart tua për dikend? Ka qenë pak stresuese, mirë po prapë them se e kam bërë me shumë kënaqësi dhe mendoj se është pritur shumë mirë nga publiku. Dhe ajo është motivimi edhe më i madh për të vazhduar më tej. Ne kishim edhe disa, prapa vi disa nga fustanet, mirë po për disa probleme të vogla teknike, do t'i lejmë për herën tjetër, në mënyrë që të kemi për herën tjetër çka dhe të diskutojmë. Diçka edhe më të re. Sa ka kërkesa dhe kur është sezoni kur je për plot punë? Është pikërisht e vera ajo e cila ka më shumë sezon apo nuk ka rëndësi kjo pjesë? Moda nuk ka sezon. Gjithmonë ka punë dhe do ndërlidhem këtu në Maqedoni
problemet më të mëdhaja janë se mungon shumë ateljet e modës ku njerëzit mund të përcaktohen edhe për ditëshmëri. Nuk duhet të kemi atelje ku çdo kush mund të orientohet vetëm për një sezon të verës, për ndonjë rast, ndonjë eveniment ose për ndonjë darsëm. Edhe ndoshta parat vetëm pse i kemi këto kushte në Maqedoni, ateljet vetëm për fustana nusërie, ndoshta parat edhe është më e kërkuar vetëm verës. Ose dimrit kur është sezon e darsmave. Tani kthehemi pak edhe tek organizimi i fundit, tek ekspozita e cila u mbajt në Galerinë e Arteve në Tetova, po ishte përëndeshat e mirësisë. Si shkoj atje dhe çfarë në realitet prezantuat ju natë? Çdo vit në Tetov në Galerinë e Arteve mbahet ekspozit ku marrin një numër të madh femrash pjesë. Do të thotë të gjitha pjesëmarrëset janë femra? Janë femra, po. Normal mysafirët mund të lejohet të jenë meshkuj. U prit shumë mirë. Unë isha e vetmja që mirësha pjesë me dizajn, mbase kolegët tjerë ishin me piktura. Kishte vajza nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria. U prit shumë mirë, kish një numër të madh të njerëzve dhe mund ta them se jam shumë e kënaqur kur pash shumë të ri që janë të interesuar për të parë pikturat apo dizajnet. Ka ndodhur ndonjëherë që ndonjë gjinisë së kundërt dhe ndonjë djalë të vijë dhe të merr ndonjë fustan për të dashurën e vet nga një dizajner? Deri sot jo. Deri sot jo. Do thotë ende nuk e kemi atë. E dëgjuat mesazhin deri sot jo, bëhet edhe ajo apo jo? Shpresoj sa më shpejt. Do të jenë edhe deri te ajo. Pse mos të zgjedhin diçka për personin e zemrës edhe ata nuk dyshojmë në shijen e tyre. Sa jeni ndarë ju e të kënaqur nga prezantimi që e bët atje? Sa kishte interesin, ndoshta nga të pranishmi mbi dizajnin? Jam shumë e kënaqur realisht dhe mendoj se është hera e parë që pash atë shumë interesim dhe atë shumë njerëz. Do kisha dashur shumë sa më shpesh të ketë organizime të tilla, mbasi te ne dhe mungon shumë kjo pjesë për të pasur organizata pak më të mëdha për çdo të ri, për çdo artist për të treguar talentin e vet, punën e vet ndonjë. Për të pasur hapësirë ku gjithë secili mund ta shfaqë atë talent që ka. Përveç kësaj ekspozite, keni marrë pjesë deri tani në ndonjë ekspozitë tjetër të dizajnit? Kam marrë pjesë në revija të modës, në Qershinë e Shkupit, në librarinë e Qershisë ku kam prezantuar edhe fustanin tim për 100 vjetorin e Shqipërisë. E mbaj mend atë fustan. E mbaj prezente edhe në ekspozitat e tjera. Shpresoj se së shpejti edhe ndonjë revijë time personale. Të shpresojmë edhe ne. Sa ishin fustana, sa fustana kishe të shfaqura atë natë në këtë ekspozitë? Në ekspozitë kisha 2 fustanat e mi, kanë qenë fustanat e diplomimit, mbasi janë dizajnet më të reja që i kisha. Fustanet kishin inspirim nga baroku dhe besoj se ka qenë e pëlqyer për njerëzve. Nuk dyshoj që ka qenë e pëlqyer. Kisha rastin edhe unë t'i shoh dhe komentuam se ishin vërtet fustanet të cilat më pëlqyen edhe mua shumë. Për persona tan publik, çfarë mendimi ke për stilin e atyre, si duken ata, dhe a ka dikush që do t'ja jepshë notën 10, themi kështu? Do thoja jo 10, po 20 meriton Jonida Maliqi, një femër shumë e stil, gjithmonë e veçantë, dhe një femër që gjithmonë ditë të mbaj, po që se edhe në trener ka është. është një femër unike. Dhe në hap me modën. Përveç Jonidës, ndonjë tjetër nuk do ta kishe ndarë, nuk do ta kishe. Do e veçoja edhe aktoren e re, Linda Jarani, po ashtu ka një stil të veçantë dhe gjithmonë ndodh ndonjëherë shpesh edhe të hyj në profilin e saj dhe të shoh se si vishet, duket shumë bukur. Shumë bukur. A dikush që ndoshta të pëlqen më pak? Apo nuk do të kishe dashur të tregosh? Base është më pak nuk ja vlen edhe të përmenden. Po. Për vajzat tonë, çfarë shije mendon se kanë? Sa din të kombinohen, të vishen, apo edhe të kenë guxim të eksperimentojnë ndoshta me veshje? Të flas për Maqedoninë, mendoj se njerëzit nuk kanë shumë guxim në kombinime. Dhe mund të themi që jemi viktime rrjeteve sociale. Nuk mund gjithmonë të aktrojmë si ndonjë yll botror, nuk mund gjithmonë para se të dalim të hymë të shohim në internet se si vishen njerëzit në Evropë, pasi që jemi edhe larg Evropës, edhe kushtet tona nuk na mundsojnë që çdo ditë të aktrojmë se jemi dikush tjetër.
Guximi ju mungon, po thua kështu. Mirë po shija në kombinim në stil, si duken sipas teje. Kemi vajza që kemi jo vetëm vajza, po edhe meshkuj që duken mirë, që kanë stil dhe që e mbajnë atë stilin e vet unik. Mirë po shoh përsëri do e them që shumë të ri veç asaj që s'kan guxim, po edhe atë guxim që e marrin e bëjnë të gabuar. E bëjnë gabuar. Ndodhe dhe mu më ka rasti, nuk jam ndonjë dizajner, mirë po shoh ndonjë kështu fail. Shpesh na ndodh të shohim vajza të reja, për shembull, një gjë që e cila më irriton çdo ditë kur shoh një vajzë të re 15 vjeçare me taka të larta, nuk e kemi edhe etikën e veshjes. Na mungon ajo bontoni i veshjes, definitivisht. Tash edhe ashtu është në shkollë të mesme, më ka rasti të shkoj për disa punë të cilat kam pasur dhe vajzat në shkollat mesme zakonisht i shohish me grim, me veshje. Nuk mund të dallosh kush është profesori i cili është nxënësi. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Gjë e cila më irriton shumë. Për tani do t'jen dal nga dalë edhe stina e pranverës, veç se jemi duke hyrë në stinë e pranverës, për kundër kohës e cila na ka sjellur pak shikove të fundit, po s'ka gjë, cilat janë ngjyrat edhe modelet ndoshta, çka do t'jetë në trend në pranverën e këtij viti. Tash meqense është edhe ndrimi i sezonës, moda ndron çdo ditë. Moda për çdo ditë ndryshon dhe për këtë sezon do besoj se do jenë shumë printet, besoj se do jenë përsëri printet me lule. Ngjyrat tash edhe meqense është pranverë do jenë edhe paksa më të hapura. Në dimër, si e dini edhe vetë kishim ngjyrën oker shumë ngjyrën e gjelbër për të mbyllur, ngjyrën bordo. Tash paksa shkojmë në njansa pak më të hapura, gjë e cila më pëlqen më shumë. Po pranvera, po dhe dielli, koha e mira, vetë vetiu nuk të lejon disi të vesh në një ngjyrë të mbyllur. Varet shumë edhe nga ajo se si është koha, është edhe ke disponimin për të eksperimentuar. Koha ndikon shumë në disponimin tim. Kur është shi jam depresive, kur është dielli jam më shumë mirë. Dhe dukeni okay, sot dukeni për mrekulli për ndryshe. Ju faleminderit. Ju faleminderit shumë që ishin në mëngjes me ne. Nëse keni diçka për të shtuar për në fund, është ndonjë pyetje që unë lash anësh pa e parashtruar? Ju faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësi të jem në këtë studio kaq të bukur. Shpresoj të jeni prezent në çdo eveniment mode që të mbahet. Shpresoj nga unë. Ju faleminderit. Do kemi prezent gjithmonë kur do të kemi nevojë. Ne kemi dyert hapura për të gjithë artistët, dizajnerët e reja, këngëtarë dhe çka tjetër me qëllim që t'jemi këtu për ta, ashtu siç jemi gjithmonë. Faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve. Tani miq të dashur do t'ju lej në shoqërimin e një pike muzikore dhe kthehemi vetëm pas pak në studio. Dhe tash do të ndjekim me një material, një kronik vërtet interesante të sjellur mbi farat në Norvegji. Dhe nuk ishte se si të shkon më larg se kaq. Qyteti i Longyearbyen është po aq afër polit të veriut sa është ndaj brendësisë së Norvegjisë. Këtu shkencëtarët ruajnë kopje të rezervë të farave të të lashtëve të botës, një lloj police e sigurimit për koleksionet më të vogla për të ruajtur larmin kështu. Ndjekim materialin. Nuk mund të shkoni më larg se kaq. Qyteti Longyearbyen është po aq afër polit të veriut sa është ndaj brendisë së Norvegjisë. Këtu shkencëtarët ruajnë kopje të rezerva të farave të të lashtave të botës, një lloj police e sigurimit për koleksionet më të vogla për të luajtur larmin. Ky qemer është rezervë e sistemit që kemi globalisht, thot Marie Haga, drejtoreshe ekzekutive në Crop Trust. Për shkak të rreshurave të borës që bien dhe fakti se qemeri është ndërtuar në mal, nga jashtë shihet vetëm maja e ndërtesës. Qemeri është 130 metra brenda në mal dhe ruan rreth 865.000 lloje të farave nga çdo pjesë e botës, nga Brazili, Meksiko, India, Zimbabwe, Azerbajxhan, thot zëdhënësi i qemerit Brian Lainov, derisa ecë midis kutive të farave. Farat natyrisht ndryshojnë shumë. Në mesin e farave janë ato të rëndësishmet, si thekrës, grurit dhe ilbit që mund të ruhen në qemer për qindra vite. Por vetëm pas disa viteve, studiuesi të Sirian e tërhoqën depozitimin e tyre në fund të vitit 2015 për shkak se banka e tyre e farave në Alepo në shkatruar nga lufta nuk qenë në gjendje të operonte më.
Tani mund të shihni një hapësirë në sirtarin e lënë të hapur nga kutit siriane me shpresë se fara do t'i kthejë një ditë. Përkundër tensionin ndërkombëtar, asnjë vend nuk përjashtohet. Korea e Veriut ka depozitim. Është e qartë se është dashur shumë kujdes të bëhej ky depozitim, por tregon edhe natyrën globale të këtij qemeri me fara, thot Lajmfon. Kur je në qemer, politika nuk është me rëndësi. Ajo që është me rëndësi është që farat të jenë të sigurta. Në fund të qemerit gjenden 12 kuti që përmbajnë 11.000 fara nga Australia. Shkencëtarët australian po përgatitin depozitime tjera gjatë vitit 2017. Aktualisht, Austria është kontribuesi i 4 për nga madhësia me qemer dhe ka depozituar më shumë se 10.000 lloj farash atje. Kohët e fundit pati arritje të reja nga Japonia dhe SBA-t. Pjesën më të madhe të vitit qemeri është i mbyllur. Kudo kemi alarme, nëse dikush tenton të thyej derën, por kjo nuk ka ndodhur kurrë, thot menaxheri i ndërtesës Bente Najverdal. Qemeri financohet nga qeveria e Norvegjisë dhe organizata Crop Trust. Qyteti ka popullat prej vetëm 2.000 banorëve. Ata e ndajnë tokën e tyre me shumë kafshë të egra. Në fakt atyre u kalojnë me numër arinj polar. Mendoj se ky duhet të jetë vendi më i veçantë në botë, thot Najverdal. Një komunitet i largët krenar që është një koqiri koleksionit unik ndërkombëtar. Nga ajo interesante në diçka edhe më interesante. Tash do të kemi mundësi të ndjekim materialin ku na shfaqet roboti i cili shfrytëzohet për dërgesa në Britaninë e Madhe. Duket si diçka nga filmat fantashkencë. Ky robot për dërgesa nga Starship në mënyrë autonome lëviz nëpër terren, por kjo pamje mund të bëhet e rëndomt në Britaninë e Madhe. Starship Technologies, kompani fillestare evropiane themeluar nga 2 bashkëthemeluesit e Skype, tani kanë marrë mbështetje për të provuar robotët e vet për dërgesa në disa lokacione në Britaninë e Madhe. Starship sot prezanton robotët në Mbretërinë e Bashkuar, thot Alan Martinson, shefi operativës në Starship Technologies. Gjatë 4-6 muajt të ardhshëm do të jemi në qytete, mbase 10-15 qytete në Mbretërinë e Bashkuar për t'u treguar njerëzve do ta testojmë në trotuare publike dhe do të flasim me bizneset, mediat dhe bashkësitë lokale. Greeny, diskrit në Londrën juglindore dhe vend i selis në Starship në Britaninë e Madhe, do të jetë vendi i parë ku do të testohen. I nxjerrë së pari në nëntor të vitit 2015, roboti është dizajnuar për të shpërndarë dërgesat lokale të artikujve ushqimor për më pak se 1 funte për një dërgesë. Roboti me dukje miqësore, me 6 rrota përdor trotuarët sikur këmbësorët dhe lëviz me shpejtësi të vogël. Furnizohet me bateri që do të thotë se nuk liron gaz fare. Roboti nuk hyn në shtëpi, as nuk troket në dyer. Rin në trotuar dhe më të arritur i dërgon një mesazh planuesit në telefonin e mençur. Dërgesa në miljen e fundit, dërgimi i gjërave në shtëpitë e njerëzve, është industria më e madhe e pandërprerë në botë që shpesh bëhet me njerëz, derisa shumë industri tjera janë automatizuar. Thot Ahti Henla, kryeshefi i Starship kompanisë dhe inxhinier themelues i Skype-it. Para 2 viteve kuptuam me bashkëthemeluesin tim, Janus Fris, se është e mundur të automatizohet milja e fundit e dërgesës duke përdorur teknologjinë e sotme. Kështu Hela dhe Fris e krijuan robotin për dërgesa Starship që lëviz vet. Ata shpresojnë se roboti me peshë të lehtë dhe me shpenzime të vogla do të ndryshojë mënyrën si artikuj dërgohen, duke i bërë dërgesat lokale të lira dhe duke u kursyer njerëzve kohën. Roboti mund të mbushet me artikuj ushqimor nga dyqanit dhe mund të shkojnë në shtëpinë tuaj, shpjegon Henla. Për të lëvizur nëpër trotuaret në mënyrë autonome, roboti përdor 9 kamera, senzor të ndryshëm dhe teknologjinë GPS. Në Starship thonë se robotët prap do të monitorohen nga operatorët nga largësia nëpërmjet internetit, të cilët mund të marrin kontrollin nëse paraqitet ndonjë problem. Roboti ka dhe altoparlante dhe mikrofon, që do të thotë se operatorët mund të komunikojnë me njerëzit në rrugë dhe anasjelltas. Në Starship shpresojnë se probat në Britaninë e Madhe do të tregojnë se sa lehtë robotët mund të integrohen me jetët e njerëzve. Tani robotit i duhet edhe emri që do të vendoset e 6 muajve në vijim.
Njerëzit po e quajnë me emra të ndryshëm njerëzish, thot ai. Jemi të hapur për çdo ide. Ne kemi disa ide në mendje dhe roboti do ta marrë një emër të mirë, shtoi ai. Starship planifikon të dërgojë robotët e parë në Britaninë e Madhe gjatë disa muajve të ardhshme, nga se shumë kompani kanë shprehur interesim të madh për të. Ishte kjo edhe materiali i fundit i sjellur për ju sot, miq të nderuar. Ishte kjo e tëra e programit të mëngjesit freshëherë në kuadrët e televizionit 21. Unë do t'ju lej takim sërish nesër me fillim për ora 7:30 deri në ora 9. Deri atëherë të keni një ditë të mirë, të mbarë dhe mirëmbëjtje të gjithë.